Ky episod u mundësua nga Abi Bank, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Melia Durrës, Tumo. Po shiko, çdo moshë 18 vjeçare flet për tranzicionin e vet, ëh? Se po patjetër, edhe këta pse Gen Z? Tani pas Gen Z-ve është një tjetër. Se çka dal një tjetër. Ka dal një tjetër, asnjë. Po unë kur skuptova Gen Z, mendoj se do jenë këta të tjerë. Jon, ti sa vjeç je? Unë e di që ne jemi moshatar, unë jam 45. Atë, ne i kemi kap pak nga të gjitha. Po, jemi në midis, në kapërcyel të dhe prandaj ne, mund duket sikur kemi shiju të gjitha. Ha buk me të gjithë ne. Jemi si puna si doli ai Blendi Fevziu tha, këtu jam tha me i kom këtu tha, këtu jam tha me i kom këtu. Okej, se kam pak, ku e ka thënë, po. Te këto videot që bën që promovon këto vendet të ndryshme. Nëse jemi në regjistrim, duhet ta keni kuptuar që unë po flas me Rozana Radin, e cila ka humor, ka batut, ka tregim. Ti je një tregimtare, Rozana Radi. Dhe ne gjithmonë kemi folur që do ulemi të flasim sërish, kemi folur bashk para 15 vitesh, kur unë bëja rubrikën Lunch në gazet. Mbaj mend dhe ku kemi qenë, te Millennium. Po. Dhe unë mbaj mend se çfarë më ke thënë ti pas intervistës, pasi doli në gazet, që do ta vije në Kopertin, në Korniz. E vure ti në Korniz? E ka bënë i mat. Babai mbante kujtimet jo vetëm të mia, po të gjithë familjarëve. Dhe fotografitë e vjetra mbajnë datat dhe ditët dhe vitin kur ne i kemi realizuar, por që dallon qartë shkrimi i tij që ai nuk humbiste asgjë nga kujtimet. Ua, tani më preke. Çdo intervistë imja është e ruajtur nga duart e babait. Pasi babi nuk ishte më me ne, si kur çdo gjë humbi, nuk e kishte më atë bukurinë, intervistat nuk ruheshin më, jo se s'doja t'i ruaja, po thjesht isha përqendruar te gjëra të tjera. Domethënë, mu dukte thjesht një intervistë e radhës, siç në atë kohë i bënim intervistat, kush bënte më shumë, kishte më shumë fat. Tani jam filluar të rishem pak, se kuptoj që kam dhënë shumë nga vetja edhe kam nevojë pak edhe të marr nga tjerët. Po, është e vërtet, njeriu ka nevojë ndonjëherë të ri me veten, të dëgjoj veten, edhe po ngatrohet pak tregimi me të folurën. Edhe unë them, ne flasim shumë, po tregojmë pak. Nuk e di nëse ti je dakord me mua apo jo. Jo, unë nuk jam dakord me ne si shoqëri e kam fjalën. Jo ne të dyja. Po, as si shoqëri, thash se po si shoqëri ne kemi qef të merremi me llafe, me të drejtën. Më shumë dim shtëpinë e tjetrit se sa dim shtëpinë tonë. Shqetësohemi për sukseset e tjetrit. Duam t'jemi ne në vendin e tij dhe nëse nuk jemi ne, mundohemi ta prishim vendin ku ai është ulur. Dhe sigurisht kur vjen puna tek vetja e tyre, mundohen të kërkojnë ndihmë nga ato njerëz që kanë dashur t'i shkatrojnë. Po, jo të gjithë flas, po një pjesë e mirë dhe shoqërisë është e tillë. Në çfarë faze je ti sot, Rozi? Të jetës. Si do ta përshkruaje veten ti si një, ndoshta jo si një tekst kënge, po si një tekst jete, si një fabul e thjesht jete. Gruaje. Jam në fazën ku mund të them uri me Rozana, tani ke filluar të mendosh për veten. Po mua pse më e dukur gjithmonë ti që nuk është se nuk e ke dashur veten tënde dhe nuk e menduar për veten tënde, edhe kur ke qenë rebele, sa unë ti njoh kohët, kam ndjekur ty, e para njerë më e dukur vajzë e lirë dhe këtë ja kam atribuar pak prindërve të tu më shumë se sa karakterit tënd. Pra, se karakteri edhe trashëgohet, ka disa gjëra vinë në ADN, pra, një vajzë artisti me një njeri si Nandi, me mamin tënd Violetën, pra, me motrën Andetën, e cila është totalisht alter egoja jote, e ndryshme nga ti, po të dyja shumë talentuara. Pra ti, nuk është se nuk mi e dukur muaj që ti nuk e bërë gjërat që do. Pikërisht se ti ke bërë gjërat që do, mi e dukur si kur ndonjëherë je vrarë. Unë jam vrarë. Faktikisht, unë jam rëzuar shumë herë, por asnjëherë nuk kam detur ulur kur rëzohesha. Gjithmonë jeta më ka surprizuar. Dhe fakti që unë të thash uri me Rozana, tani ke menduar, ke filluar të mendosh për veten, nuk është sepse unë nuk kam qenë e lirë.
Pikërisht kam qenë më e lirë se ç'duhet dhe jam dhënë shumë. Dhe fakti që kam qenë e lirë, jam rritur nga 2 prindër të mrekullueshëm që më kanë lënë të zgjedh në jetën time, kam dhënë shumë. Dhe duke dhënë, se unë jam një njerëz që më pëlqen që të bëj dhurata. Jo vetëm materiale, po shpirtërore shumë. I qëndroj njerëzve afër, fakti që jam dhe gaforët janë të tilla. Duan njerëzit e tyre, bëjnë çdo gjë për ato. Dhe shpesh herë, po të them që 99% të rasteve nuk e kam marrë mbrapsht këtë. Sepse e kanë marrë si të mirëshën dashurinë time. Dhe ndaj sot kam filluar të mendoj pak dhe të thej kohën të them, duhet ta duash pak më tepër veten për gjitha herët që ke patur kohë të merresh me veten dhe ja ke dhënë tjerëve. Dhe sot e kam gjetur mundësinë t'ja jap vetes gjithçka, t'i blej vetes një dhuratë kur ndoshta nuk e kam marrë nga dikush. Çdo gjë sot në radhë të parë e bëj për veten, pastaj për tjerët. Po kam qenë rebele, nuk kam dashur të jetoj me rregulla, sepse unë nuk jam ulur aty ku shpirti nuk më fle. Kam dashur t'ulem aty ku kam ndier atë vrullin e madh, atë dashurinë e madhe. Dhe nuk kam qenë rebele për të dukur. Kam qenë rebele për të mos u zhdukur në jetë. Okej. Po, në fakt, ndonjëherë gabimet, në thonjza, janë e vetmi alternativë për të jetuar jetën. Po, më pëlqen. Unë pyetjes që a do të bëhet diçka ndryshe, them jo, madje do t'i kisha bërë pak më të thella, sepse do thosha në fund fare e kam shijuar deri në maksimum. Me që jemi tek koha pas, çfarë do t'i thoje sot ti Rozit 23 vjeç? Rozit 23 do t'i thoja më sot të thuash jo një jetë. Sepse po të gabuara, shpesher lën shenjë që nuk ka kohë që i shëron. Këtu jemi motra, shoqe, çfarë të duash ti? Ti nuk e ke lexuar librin tim, sepse Rozana Radi refuzon ta lexoj librin tim. Jo se nuk do ta lexoj, po se nuk mundet ende. Po një ditë do ta lexosh, por kam folur shumë për jon, edhe për jote dhe po të jetës. Dhe në fakt edhe unë nuk kam ditur të them jo kur duhet, edhe ndoshta ndonjëherë nuk kam ditur dhe të them po kur duhet, se kam patur frikë, edhe poja është do kurajo të madhe. Do kurajo shumë të madhe. Të dyja duan kurajo. E vërtet, po kam përshtypjen që sot e kemi gjetur edhe themi më shumë jo se sa po. Po, jeta na mëson. Jeta është një mësuese shumë e mirë. Koha është përvoja që na i mëson të gjitha. Po ndonjëherë them kur ne i mësojmë të gjitha nuk jemi më të reja. Edhe pse jemi gra në formë dhe unë nuk mendoj që mosha është një pengesë për të jetuar jetën dhe për të nxjerrë leksione. Ndryshon formë. Por ndryshon. Nuk jemi më të reja, po ndërkohë dim të dua më mirë sot se ç'kemi dashur më parë. Sot vlerësojmë disa gjëra më të thella se ajo dashuria e dikush. Sigurisht ajo ngelet më e bukura, më e pastra. Po sot duam brëndësinë, nuk duam asgjë jashtë kësaj. Dhe unë nëse do më thoshe, a do kthehesh edhe një herë e re, me shprehen të isha edhe një herë e re, do dija si do të nusëroja, do thoja jo, jam mirë këtu ku jam, sepse sot e di çfarë dua dhe dua të dashuroj kështu siç dashuroj sot. Me vetdia. Unë zgjedh këtë dua sot. Dikur, ndoshta ne nuk kam zgjedhur si duat. Nga ato pot e thëna gjithmonë, nga frika, se mos e humbasësh, nga frika se shumë frikra. Shumë frikra, si është kjo puna e njeriut. Megjithatë, unë nuk e di se përpiqem që ti ndjek edhe të mos i ndjek historitë e online-it, titujt e online-it, dhe ti më shfaqesh her pas here nga do. Dhe nuk e di tani, ne nuk kemi folur më përpara, kemi rënë dakord që do takohemi për podcastin, por ti preferove mos t'i dish pyetjet dhe unë preferova të mos di shumë gjëra se çfarë ndodh me jetën tënde që ti mësojmë sot këtu. Po dhe këtë që thua,
Edhe si kur do t'i kisha kërkuar, është e kohë se ti ta ndryshon gjën në 180 gradë. Kështu që këtë po jap një këshill të gjithë atyre që do të vinë pas meje, dhe nëse ti kërkojmë pyetjet, mira patjetër, do jetë një mirë tjetër kur ta gjeni përballë. Dhe kjo nuk ka të bëjë me pabesin në fakt, përkundrazi. Ka të bëjë me mënyrën se si ti dialogon me të ftuarit. Por është gjendja dhe unë përpiqem ti dëgjoj të ftuarit e mi dhe të mos dëgjoj çfarë dua të them unë, por unë ndjek ata. Dhe nëse ti më thua diçka, unë rend pas asaj që po thua ti. Por një strukturë i qëndroj. Kështu që në planet e mia ka qenë sigurisht të të pyes nëse lidhja jote vazhdon, nëse ti vazhdon të jesh e lumtur në një raport sepse unë nuk e kam kuptuar. Po, vazhdon. Unë jetoj me të njëjtin njeri që më jep atë që shpirti ma do, që vjen në tempullin ku unë dua të qëndroj dhe jo që vjen në tempull për një adres, po vjen për një shpirt. Okej. Sa vite keni bashk? 14. Shumë, Jo, nuk janë shumë, pse? Po, as pak nuk janë. Keni kaluar vitin e 7, që thonë që ka një lloj krize aty, unë nuk e di nëse keni patur ju kriza. Vazhdojmë të kemi akoma. Okay. Nëse nuk do t'i kisha këto kriza, nuk do isha 14 vjet, ta siguroj këtë. Unë jam një njeri i cili mërzitet nga monotonia dhe nga sheqeri i tepërt. Okej, në gjak. Nuk si poezia e Theodor Kekos, si sheqer më hyn në gjak, dhe qelizat mi helmosh pak nga pak. Kështu që unë nuk dua të helmohem nga sheqeri i tepërt, jam një njeri që kam filluar ta kuptoj edhe mënyrën se si duhet ushqehem njet nga dashuria, edhe jam këtu ku jam, me këmbë në tokë. Merit e kujt është kjo vazhdimsi, kjo lidhje me kriza të qëndrueshme, me kriza optimiste, me dashuri? Do që është merit e gruas gjithmonë. Jo, nuk po fus veten. Mendova që do thoje që është merit e të dyve. Jo, është merit e gruas gjithmonë. Okay. Gruaja është ajo që, ashtu si e meritur, ne folëm pak më parë dhe para se të fillonim intervistën. Gruaja është ajo që e mban çdo gjë. Është shpreha që thon pas një burri të madh qëndron një grua më e madhe. Pas një grua. Okay. Ndërkohë unë them pas një burri të fort qëndron gjithmonë një grua që qesh dhe luan kokën. Po sa e vërtet është kjo? Kjo unë mendoj që është shumë e vërtet. Shiko, çfarë është diçka që e kanë burrat që ne nuk e kemi dhe ata e kanë të mirë, që ti e ke vërejtur në atë vëzhgimin tënd pak prej shkrimtare, pak prej artisteje? Shiko, ka shumë gjëra që burrat i kanë dhe ne nuk i kemi. Jo, një gjë të mirë. Po jo, të mirë. Okej, e mirë është, e mirë, po. Të bëjmë dhe pak humor se do thonë njerëzit ku vajti shpirt, shoqëria ime do të Rozana, si ka mundësi që ishte kaq Unë kam bërë humor me sëmundjen time. Kam bërë shumë humor, po ti prandaj je keq kuptuar, kujton se do qash. Do qash dhe do qeshësh shumë, se ti do të dyja. Jo, e di pse kam të vështirë. Për shembull, unë nuk i shikoj filmat e Timeti. Nuk i dëgjoj as këngët e Frankos më. E kam të vështirë ta lexoj librin tënd sepse kam kaluar një ngjarje në një familjar shumë të afërt me nënën time. E kam përjetuar edhe e kam vështirë sepse nuk dua të kujtoj një të gjërat e këqija. Dua që edhe njerëzve që nuk janë më, t'i kujtoj me buzëqeshje. Dhe kjo më ka rritur edhe se jeta mua mira, unë kisha bërë planet tjera për jetën. Po. Jeta mi prishi planet. Jeta gjithmonë na i prish planet. Po ndoshta ka plane më të mira për ne. Po, unë e dija jetën kështu, mendoja një jetë lineare, të qetë, një familje madhe, me shumë fëmijë. Ndërkohë, jeta ma bëri jetën malore. Po, do të që nga aty, nga Maja, e shikoja veten akoma më mirë. Dhe thosha, Rozi, edhe këtu ku je, te kjo malorja. Ti e mirë, do zbresësh nga dalë, dhe mua më pëlqen që dhe në këtë dishezën që ti të ka dhënë jeta, ti ke zbritur me këmbë në tokë, edhe pse t'janë dridhur gjunjët, se unë e di që t'janë dridhur gjunjët, se e kam provuar në lëkurë me nënën time, dhe t'janë dridhur gjunjët, t'janë dridhur themelet, por e rëndësishme është që thash dhe pak më përpara që jeta të pret, po edhe të rëzon, por nuk mbet e shullur. E rëndësishme është mos mbet e shullur, aty ku t'ka rëzuar. Po e gjeta
si themi, të mesme në art apo ekuilibrin tënd. Çdo gjë do shkoj ashtu si dua. Dhe me që jemi tek thyerjet dhe tek pathyeshmëria jote. Kujt ja dedikon ti këtë? Ka qenë jeta që ta mësoi? Kanë qenë prindrit e tu? Unë kam patur fatin e madh të jetoj në një familje ku arti ishte, nuk na mësonin art, na mësonin kulturë. Dhe jam munduar që të marr ato gjërat më esenciale të disa profesioneve bashk. Në shtëpinë time bëj regji, në shtëpinë time bëj teatr, komedi, në shtëpinë time shkruheshin drama, në shtëpinë time bëj televizion, në shtëpinë time vinte lajmi i parë, para se televizioni shqiptar Tefta të dilte të bënte lajme. Tefta Radio a thoshte ju fillimisht, pastaj ne dinim çdo gjë. Lajmi më parë kalonte tek shtëpia Radi. Po domethënë Tefta na ka terrorizuar gjithë jetën për çdo gjë. Po, sidomos në 97-ën, unë kujtoj domethënë me kur e kujtoj dhe i kujtoj momentet të asaj kohe, them si ja kemi dalë ne, po si ja ka dalë dhe Tefta. Domethënë ka qenë e tmerrshme. Teftën vinin e merrnin me automatik në shtëpi, e çonin në televizion, e kthenin nga televizioni me maska, ne kemi parë një tmerr me sy. Domethënë, dhe mendoj që jo, prindrit nuk të mësojnë se si mos të thyesh. Madje ne folëm pak më parë, prindrit duan që ti të thyesh. Duan që ti nga thyerjet të mësosh dhe thyrët të forcojnë. Prindrit e tu ndoshta, përgjithsisht prindrit duan që fëmijët jenë perfekt, mos të rëzohen. Jo, mua prindrit nuk më kanë thënë kur ti je më e mira. Unë nga babai im nuk kam dëgjuar një fjalë që e bëra shkëlqyeshëm. Kam dëgjuar mund të bësh dhe më mirë. Nga nëna ime nuk më ka thënë kur je e bukur. Kur? Më ka thënë Rozana je e mirë. Të bukur do ta gjesh këtu brenda vetes tënde. Dhe mendoj që mua më ka bërë jeta. Dhimbja më ka bërë të tillë. Fakti që nuk i kam fshehur kur dhimbjet, sepse unë nuk kam frikë të flas për dhimbjet e mia. Ato më kanë mësuar se si të ngrihem mbi to, edhe se si t'i shkel me këmbë. Nëse nuk do t'i kisha kaluar, do të kisha një jetë lineare, siç thash pak më parë, siç e kisha menduar, më beso që nuk do të kisha kaq shumë respekt për ato ditët që kam mbetur dhe pa cigare. Të rritesh në një familje mes Nandit, Franceskot, Teftës, Violetës, mamit tënd, Andetës, motrës tënde që është pak si një prind për ty. Sidomos tani. Unë them gjithmonë Andeta i ri Rozanës, i ri Rozit si dron mbi kokë. Dhe kur ti ishe në Big Brother, më kanë thënë. Okej. Unë me thënë të drejtën kam folur disa herë me Andetën, sepse doja të pyesja se si ishte ajo, se më shumë kisha merakun e Andetës. Ti e dobësove Andetën. E vërtet. Unë me sa mora vesh kur dola, e para njerë, gjatë kohës që unë isha në Big, ne kishim patur dhe një humbje jete në familjen e motrës, u nda nga jeta vjera e motrës, që Andeta ka kaluar pjesën më të madhe të jetës me të, dhe unë ndjeva shumë keq, me thënë të drejtën, dhe Andeta, si që the ti, si një dron si për kokës time, nuk e di se si do ishte jeta pa Andetën. Me thënë, mua mund të mi marrësh të gjitha, dhe këtë, le ta them publikisht këtu, vetëm nuk dua të më largoj njëri Andetën, nuk di të jetoj unë pa Andetën, nuk funksionoj dot. Ajo është, duke qenë se jemi të dronat, unë, si të them, nuk di, unë mbas në pistë, unë kur zbret, po si ishte Andeta, unë unë mbas drejtimin në pistë. Nuk funksionoj dot. Do thua ashti, a që të mëson Andeta aty? Andeta më mëson se si të qetësohem kur gjithë botën e kam kundra. Do me thënë, Andeta nuk më thot as kjo
është e mirë, kjo është e keqe. Andeta nuk më thot as bëje kështu se ta them unë që është e kam kaluar unë. Andeta nuk më thot asgjë nga këto. Andeta mjafton të jetë aty dhe mua gjërat më rregullohen. Unë e nisa pyetjen për të thënë për gjithë këta njerëz të jashtëzakonshëm që ti ke patur fatin, ti kesh, data kam patur fatin, sepse ti je një artiste e vërtet, me plot kuptimin e fjalës. Të falenderoj. Je vërtet. Ti këndon, ti di të shkruash tekste, ti di të bësh muzikë, ti aktron, ti di të duash, ti di të thyesh, di të ngrihesh. Kështu që unë mendoj që ti je një në llojin tënd. Dhe gjithmonë të kam shmuar dhe ti e di këtë. Po kur e nisa pyetjen për këta njerëzit e jashtëzakonshëm të jetës tënde, unë gjithmonë jam kurioze për këta filidarte, për këta fëmijë që lindin aty me njerëz të mëdhenj. Është privilegj apo përgjegjësi? Është fat apo një punë e madhe, një lloj barre? Është barë shumë e madhe. Shpeshherë kam dashur të jem në një familje që nuk njihet nga askush. Do doja të kisha komplet një qasje tjetër. Është barë e madhe. Unë jam gjykuar se kam përdorur shpesh emrin e kam thënë që unë jam vajza Ferdinand Ratit. Jo për të shitur mend. Absolutisht. Po për të vazhduar atë që mua më takon si vajzë, ta vazhdoj. Ashtu si që takon çdo vajze, çdo djali. E di që po të bëhet rrudhat e balli fiksi ati tani? E ngjaj shumë. Wow. Unë jam kopja origjinale e Timeti, një prodhim jashtëserie, thoshte mamaja. Po është përgjegjësi e madhe. E di sa dyert më janë mbyllur mira në jetë. Shumë. Pse? Mendon? Më janë mbyllur dyert në jetë se ne kemi fatin e keq që këtu sa më shumë i talentuar t'jesh, aq më shumë sulmohesh dhe ti e ke provuar vetë unë e di këtë, në shpatullat e tua. Derisa një ditë erdhe dhe bëre një gjë tënde. Edhe të gjithë pan se në një shtëpi të vogël me 2 miq ti mund të bësh një gjë shumë të madhe. Mund të ngresh një kështjell. Dhe unë këtë kam bërë. Fat jeta të jep një derë. Ti mund të hapësh ose jo. Fati është dera. Unë jetën time kam hapur dhe kam mbyllur dyert sa herë kam dashur. Kështu që këtë e quaj përgjegjësi shumë të madhe dhe sa herë e kam ulur atë dorezën e derës, e kam pyetur veten mirë. Kështu që do mbajtur, nuk e kam mbajtur gjithmonë, kam gabuar pafund. Shumë herë kam gabuar. Po është përgjegjësi që më ka rënduar. Kam patur raste që nuk kam ngrënë as darkë, se e kam thirrë veten që kam gabuar, nuk kam patur nevojë të vite ty dhe të ma thuash ti. E di unë. Ka njerëz që më kritikojnë në rrjetet sociale, që janë të vërtetë, dhe unë them sa mirë, se ndonjëherë në jetën time jam kënaqur më shumë nga kritikat reale se nga duartrokitjet. Sepse duartrokitjet sot kanë shumë maska pas. E unë kam qef të jem e drejtë dhe e kam mbajtur, më beso mira këtu ku jam, e kam mbajtur me thonjë. Kam patur sulme pafund. Më kam përgojuar çdo gjë të karrierës time. Cili ka qenë momenti më i errët, ose 2-3 momente që ti mund t'i rrëfesh edhe sot? Mira, unë kur marr pjesë në festival, për shembull, që ma kam përmendur shpesh, që sot nuk më vrasin fare kur ma përmendin, thjesht si të them, më shtojnë gradat, çmimet e mia. Sa e mia një çmim sulmohesha. Unë nuk marr pjesë në festival vit për vit. Një herë në disa vite. Që do të thotë, ju të tjerët që ma përgojoni këtë çmim, keni marrë pjesë dhe në për vitet që unë nuk kam qenë në këtë festival. Pse se keni fituar ju? Dhe pse doni ta fitonit vetëm kur isha unë? Festivali është gjithëve. Festivali nuk është vetëm një vit. Festivali është vit për vit. Shko dhe fitoja.
Mos u merr me çmimin tim. Skena është për artistët. Dil aty dhe bëj atë që ti të bësh më mirë, nëse di ta bësh. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank. Jam e sigurt që të gjithë ndalemi dhe mendojmë çfarë të bëjmë me kursimet tona. Me Abi Bank ju do të gjeni mundësitë më të mira për depozita në lek, euro dhe dollar, për të bërë zgjedhje të sigurta dhe frytdhënëse për të ardhmen tuaj financiare. Vizitoni website-in abi.al për të gjetur informacione më të detajuara që i përshtaten nevojave tuaja. Fole për çështjen e mëmësisë. Kam folur dhe unë libër, sepse në një kuptim ti e përpjekur dhe të vlerësoj, unë nuk jam përpjekur. Është zgjedhje. Jo, nuk e di se ka qenë zgjedhje. Do të nuk ka ardhur personit? Mendoj që ka qenë pak fat. Mund ta kisha bërë zgjedhje, por nuk e kam bërë zgjedhje, qoftë edhe për të bërë nënë vetme. Dhe kur ti ke folur, ndërkohë që flisja, unë vijoja me betejat e mia. Dhe e para të vlerësova që e the publikisht, e dyta që ti vazhdoje të përpiqesh edhe sigurisht ti e ke patur më të thjesht sepse e ke patur kandidatin në shtëpi për baba, për që një baba i denj, tek një njeri që ti beson që duhet jetë shoku i ty jetës dhe baba i fëmisë tënd. Por nga ana tjetër pastaj kam menduar që po, Rozi do e ketë vuajtur shumë, po e vuan shumë këtë gjë, edhe pse se fakti që e themi e mundim disi, është një lloj çlirimi, po vuajtja është aty me ne. Po nuk u thanë dhimbjet, zëre se ke vdekur. A vazhdojnë përpjekjet? Unë mendoj që nëse Zoti e ka një fëmijë për mua, do ma jap. Unë them që dashuria edhe mosha nuk duan të kenë kohë për këto gjëra. Jam kundra gjithçkaje ose kur thon kjo gjë është me kohë. Dashuria nuk do t'ja di për kohën. Shkenca shpesh ka thënë që është e pamundur, por koha ka vërtetuar që shkenca ndonjëherë nuk është e saktë. Dhe jo ndonjëherë, por në shumë të rasteve e pranojnë edhe mjekët që ka raste mrekullish. Edhe nëse është shkruar kjo mrekulli, le të ndodh kur të jetë koha. Si ta kemi të shkruar? Sigurisht që unë sot që po flasim bashk, kam filluar një tjetër betejë për të ma dhënë Zoti këtë dëshirë. Shpresojmë, por unë nuk të riqem. Unë ta uroj nga fundi i zemrës. Unë ja uroj të gjithave atyre që presin për të bërë nëna. E thash, nëse Zoti ka për të na dhënë një fëmijë ne të gjithave, do na jap. Dhe kjo është e mbyllur këtu. Si u gjetët bashkë ju? Ku i gjetët ti atë? Ne besoj si puna e Zotit të fëmis, ashtu Zoti e kishte gjetur për mua dhe e solli në lokal, ashtu dhe besoj që Zoti kishte gjetur mua për atë në një tavolinë rastësisht humbi një çelës, gjeti një derë, kërkonin poshtë tavolinës, një derë u hap. Ajo dera e pati që folëm pak më përpara. Atë lidhje bëra. U hap ajo dera. Dhe është hapur që ditën e parë dhe jemi sot që flasim 14 vite dhe siç është hapur ajo derë, unë nuk kam jetuar asnjë ditë tjetër në shtëpi time. Domethënë ne kemi jetuar të dy që ditën e parë. Domethënë ne nuk kemi të dalim, Po, ti nuk e ke bërë një prezantim publik, unë nuk të shoh shumë të shkosh në evente çift. Jo, ne kemi zgjedhur që secili në punën e tij të vazhdoj rrugtimin e tij. Domethënë, unë nuk kam dëshirë as pak të di se si procedon jeta pas punës me shokët dhe miq, sepse çdo njeri ka jetën e tij private. Dhe duhet ta ketë. Dhe i kemi dhënë hapësirë njëri tjetrit dhe unë jam totalisht e qetë ndonjëherë, më thonë, je shumë liberale dhe kur filloj të tërheq ndonjëherë litar dhe më Rozi, çfarë po bën? Mua nuk më ka penguar kurrë të jetoj jetën time. Nuk më ka thënë kurrë mos shko. Nuk kam thënë kurrë atë shkoj. Kam thënë unë po shkoj. Dhe besoj që
Kështu duhet jetë çdo çift. Mua kur nuk më ka pyetur partneri a të shkoj. Më ka thënë po shkoj. Dhe kemi thënë njëri tjetrit, kalo mirë. Por ditët tona janë tonat. Domethënë ne e dim se çfarë është të ndajmë kohë me njëri tjetrin, sigurisht e dim se çfarë është të japësh kohë tjetrit. Sepse nëse ti nuk e lë të lirë atë tjetrin, ai kur nuk ka për të qenë joti. Unë nuk i dua asnjëherë, sepse kështu jam rritur. Mua më kanë thënë kur prindrit që nuk do shkosh. Mua më kanë mësuar që në shtëpi ha e darka bashk. Dhe unë e di që duhet kthehem në shtëpi unë nuk kam nevojë të pyes partnerin tim që dëgjoj, kur do vish ti se do vi unë? Jo, unë e di se çfarë do të thotë një lidhje. Unë e di se kur duhet shkoj në shtëpi. Unë e di se kur duhet të bëj diçka për të. Unë e di se kur duhet të them dhe jo. Them dhe po. Unë i di të gjitha. Nuk ka nevojë të më mësoj dikush tjetër. Sepse nëse do më mësonte dikush tjetër, atëherë nuk kisha gati për një lidhje. Unë mendoj që kam qenë gati për një lidhje sepse i dija të gjitha këto. Gjëja më e mirë që ke bërë në jetë? Gjëja më e mirë që kam bërë në jetë është mos gënjej veten time. Por më shumë, gjëja më e mirë që kam bërë është t'i them njerëzve në sy tekstualisht çfarë mendoj për ta. Kjo është gjëja më e mirë që bëj, e kam bërë dhe vazhdoj ta bëj. Mendoj që më mirë të dhëmbin të vërtetat, sepse gënjeshtra do të vrasi. E vërteta do të dhëmb, po gënjeshtra të vret, të djeg. Nuk ngre dot kokë nga gënjeshtra. E vërtet. Më duke që je në unë të pyeta në çfarë faze je dhe ti i tregon të gjitha, dhe sa mirë që i tregon të gjitha. Se ashtu dhe, shiko, sinqeriteti është çarmatosës. Në momentin që ti i thuaj gjërat, çfarë ka për të thënë? Ti jeton e qetë. Jeton e qetë. Sepse do mbushesh dhe në fund fare do t'i marrësh gjithë këto pengje me vete. Një gjë është e sigurt. Do vdesim patjetër. Po. Kjo është shumë e sigurt. Por ajo që duhet të mësojmë këtë jetë është të dim të zbrazim atë valixhen që jeta na e mbush çdo ditë. Dhe më e bukur është që t'ia zbrazim të tjerëve, atyre që kanë dashur të udhtojnë me ne. Kjo është e bukur. Okej. Cili është kujtimi më i bukur nga fëmijëria? Që të ndërmendet shpesh, Roz? Kabinat e plazhit. Në të pyet kush të mori, thuaj që të morëm ne. Zemra, se që foli nga kabina numër 3. 3. Sa të bukura, sa çfarë kohë. Ndoshta është nostalgjia jonë? Nuk e di. Nuk vjen më. Kamioni i madh. Frigorifer. A me frigorifer me vete në plazh, nuk na e besojnë dot. Tenxheret. Çdo gjë me vete. Tepsit, tavën me patlıxhan. Larg, diku larg. Po. Ne shkonim në Shëngjin, po ju duhet keni shku në Durrës ndoshta. Në Durrës. Kinemaja e hapur. Birilat, kur loznim me birila. Mami që ronte patate në rër. 2 kova, një me ujë, një me patate. Këtu i qëronte, këtu i pastronte. Shkonte pastaj i gatuante atje. Bëheshim një shoqëri e madhe dhe dilnim bregu të detit, nuk di se sa nostalgji kam për atë kohë. Nuk shoh më një xhiro bregu të detit. Më merr malli të ketë një xhiro të universiteti. Të shohësh njerëz ulur aty te shkallët e universitetit. Po na merr malli dhe për ato xhiro të makinë kur ne qëndronim se ishte liceu artistik dhe gjutë huaja afër. Dhe çunat në atë kohë me makinat e tyre që sapo kishin hyrë në Shqipëri. Bënin xhiro të papara dhe ne shpeshherë që ishte si sfilat pak, si një lloj. Të binin pak në sy dhe mundoheshim çdo ditë të visheshim. Kush visheshte më bukur? Po na shijonte. Nuk kishte telefona. Po kishte shumë biseda. Kishte shumë komunikim. Ato bisedat e bukura, me zor prisnin të vinte pasditja, të dilnim në ato xhirot e mëdhaja.
Kujtimet e bukura. Unë nuk kam një kujtim të bukur. Unë kam një valixhe me kujtimet bukura. Me kujtimet bukura dhe ndonjëherë edhe me frikra të mëdha. Ne ishim brezi që çfarë s'na ndodhi. Të gjitha. Ne mirë që jemi këtu. Ne ishim brezi i diskove të drekës. Paradite. Si mund të shkoj njeriu në disko paradite? Ashtu siç kemi shkuar unë. Edhe të kërcej para pasqyrës. Para pasqyrës të refleksion. Po, të gjithë të refleksioni një herë. Ne ishim brezi që, domethënë, ishte ajo koha kur gjithë rinia u rebelua. Po. Ne ishim brezi ku xhinset filluam të kishim pa limit. Kur dikur motra ime me zori gjente, ne ishim brezi që filluam të dilnim, të shijonim më tepër. Filloi muzika siç duheshte, çdo gjë. Unë mbaj mend për herë të parë kur provova çokollatat Hilal. Ishte një kështu, dhe thosha, çfarë pas kam humbur në jetë, çokollatë Hilal. Po kisin e mba mend. Si se mbaj mend kisin, mbaj mend dhe lakta. Lakta? Lakta, fal dashuri. Dhe kush duronte lakta, ishte gjithmonë një shkallë më lartë. Ishte nivel tjetër. Me lakta. Ishin si me qumësht edhe të shishme mua. Si me qumësht shumë të shishme, kurse ai kisi që puteshte kështu atë të bardhën brenda. Bananet që dolën. Unë ndonjëherë blej vetëm për nostalgji. Ajo shia. Bounty, lakta, le të bëjmë të gjithëve reklam. Po, gjithçka. Të gjitha, edhe ajo tjetra që ishte si me sneaker? Sneakers ka akoma? Sneakers, po ka. Unë sa herë kafshoja të sneakersin, më bëhet një retrospektiv të shkallët e liseut artistik dhe zysha që thoshte, hajde nise ngelët jashtë. Shumë kujtimet bukura, por kujtimi më i bukur që nuk harroj asnjëherë janë Krishtlindjet në familjen time. Muzikë, e qeshur pa fund, një tavolinë me shumë njerëz, edhe një tavolinë që dinte gjithmonë të festonte. Keni foto apo video? Kemi video, kemi foto. Do ma dërgosh një? Kemi gjithçka. Po, do t'i them andetës, siç ta thash dhe në fillim. Që ta përdor në podcast edhe ta shoh, do doja shumë ta përjetoja. Ta shija. Patjetër, do t'i them, si të thash në fillim, andeta i ruan të gjitha, por kam përshtypjen që dhe Tefta duhet të ketë një video sepse kam bërë një xhirim në shtëpi. Ku është Tefta? Është jashtë Tefta është në Australi. Në Australi. Merret sa herë vjen, ka fuqinë dhe forcën të merret me dokumentare, po merret me Frankon, po i bën librin e dytë, këngët e Frankos, po gjithmonë harroj dhe më thanë, Rozana, kujdes telefonat. Të tha një shok. Po këtu është e mira e gjitha asaj gjës time që po s'pata një gabim brenda nuk jam kjo që nuk funksionoj dot. Mund edhe ta hapësh telefonin se mund të jetë Tefta, mund të jetë edhe ai që të thërret gjithmonë. Ma merr mendja që janë shitjet e Rose by Rose këtu. Unë them ta marrësh dhe të na informosh sa janë shitur. Janë ato vajzat, Po nëse nuk përton dikush, mund të ta fikë atje. Jo, s'është problem se vetëm ta ushitën. Ushit. E rëndësishme që ushitën, e rëndësishme është që shitet. Rozi, ti ndjesh një grua me fat? Po. Unë jam një grua me fat, nuk ndjen. Sepse unë jam rrëzuar, siç e thash, jam ngritur. Kam qarë derisa më kanë mbaruar lotët dhe kam ditur të qesh. Unë jam me fat sepse Zoti më dha 2 prindër, edhe më la të jetoja aq sa Zoti donte. Mund të më kishte hequr më herët. Jam me fat sepse kam mësuar në jetë që sado do ta thyejnë zemrën, zemra që ka muskull edhe bëhet më e fortë. Unë jam me fat se marr frymë akoma edhe kam mundësi t'jap ende njerëzve nga vetja ime. Si e përfytyron ti veten pas 10-20 vjetësh ndoshta? Më me fat se sot. Rozana Radi, unë të uroj shumë suksese. Dhe kur them suksese nuk kam parasysh vetëm
shitjet e Rose by Rose, apo ndonjë dalje super interesante dhe polemik dhe të shfaqesh kudo nëpër tituj, kur unë them sukses, gjithnjë më shumë, sidomos dhe për shkak të këtij viti të pazakontë jetës time, e shoh ndryshe suksesin e kam. Jo se më përpara nuk e kam parë kështu, po tani i kam fortifikuar atë kështjellën aty ku unë mendoj dhe çfarë mendoj për jetën. Suksesin e shoh te kjo paqja me veten, që ti dukesh që e ke dhe që nuk e thua se duhet të thënë për treguar forcë, por të buron, edhe tek shëndeti i njerëzve të dashur, edhe uroj shumë që ajo dëshira jote të jetë një mrekulli që do ndodhi. Të falenderoj shumë, e para njerë të falenderoj që më dëgjove, sepse është e rrallë që të ftojnë në intervista dhe të dëgjojnë. E po tani. Sot, në kohët që kanë ardhur, duhet të paguash që të dëgjoj dikush. Të mendosh që edhe nuk më ke paguar. Asnjë nuk më paguan nga të ftuarit e mi që unë ta dëgjoj, përkundrazi. Unë jam shumë e lumtur që rikthehem tek ty në një formë tjetër, sepse dhe ti ke ardhur në një formë tjetër. Dua të turoj për librin. Unë do të ta dhuroj gjithsesi, ti thjesht mbaje në shtëpi. Do të falenderoj shumë. Ai nuk është një shkrim i joti, ai është një, si të them, ai është guximi yt aty brenda. Dhe që të dhurosh dikujt guximin tënd, mendoj që i ke dhënë, si të them, i ke dhënë një të shtunë të bukur dhe ja ke shtuar të shtunat e jetës që t'ja dhuroj vetes. Ti je njeri që jep mira. Uroj që dhe të marrësh tani në jetë. Unë vetëm kam dhënë në fakt, por unë si vjet kam marrë sa për gjithë jetën. Ma ka dhënë përgjigjen jeta duke më dhënë një shans të dytë. E paç jam e plot. Bollëk. Faleminderit shumë. Jetë gjatë dhe uroj që ai stacioni fundit fare jetës tënde të jetë sa më larg. Unë mendova që do thoje që ne të dyja të thinjura duke bërë një bisedë tjetër të sinqertë, kush e di do themi kur ti jemi kështu diku pas të 70-ave ne. Do themi që gabuam. Sa të vështira do jemi. Gabuam. Por në fund fare mësuam, ama për ta shijuar e shijuam. E vërteta. E shijuam. Jeta, unë e kam thënë dhe te libri, nuk e ndroj jetën time me asnjë jetë Hollywoodi. Asun. Dhe unë tani ne do ta mbyllim këtë duke unë do të bëj një shënim timin. Nuk kam shumë shkrim të bukur, kam kuptuar që kaligrafinë e kemi humbur, edhe ri e shoh. Po dhe shpresoj që ndoshta një ditë ti do ta lexosh, se librin tim gjetet mos lexosh ti. Dgjoj, kam lexuar kohët e fundit disa libra që mi kanë marrë minutat kot nga jeta ime, edhe por mendoj që ky libër ditën që do ulem për ta lexuar, do t'u arrit çmimin minutave të tua. Besoj që duhet jem në një vend kur jam me nënën time. Dhe vetëm aty mund gjej atë qetësinë që e kërkoj akoma për të hyrë dhe një herë në këto rrugicat e ngushta që jeta padrejtisht më çoj. Jam e lumtur që ja ke dalë, nuk kisha dyshim, po më ke surprizuar. E kam ditur që je e fortë, po që do ishe kaq gur nuk ma mori mendja. Ja. Faleminderit shumë, po. Se di, aso nuk e dija që isha. Pa e provuar nuk e di. Gjithçka ndodhi. Dhe më vjen mirë që ishte kështu. Vërtet më vjen mirë. Më tha dikush në këto takimet e turit të librit, ishte sigurisht që bëjmë pyetje të ndryshme. Edhe dikush më tha, si dëgjon ti tani të ftuarit e tu në podcast pas kësaj eksperienca? Në fakt i kam dëgjuar gjatë gjithë këtij viti. Përgjigjja ime është që
I dëgjoj me të njëjtën dashuri dhe vëmendje dhe respekt, sepse unë nuk ftoj njerëz për cilët nuk kam interes të dëgjoj, por tashmë I dëgjojnë pak ndryshe. Dhe mendoj që Rozi asnjë nuk është aq I lumtur sa duket, asnjë nuk është aq fatkeq sa duket. I ke vënë pikën. Nuk do ta shtoj më. Do pim një çaj tani. Patjetër. Te Heraldo. Te Heraldo aty. Ky episod u mundësua nga Abi Bank, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Melia Durrës, Tumo.